billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Sot vëllezër inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë me hadithin numër 30 të haditheve që ka përgatitur Imam Neveviu në librin e tij Riyadus Salihin, dhe që është nën kapitullin e sabrit. Do ta shohim gjatë hadithit se gjatë tregimit që i dërguari sallallahu alaihi wasallam tregon, pra është hadith komplet tregim. Transmeton Imam Muslimi nga Suhejbi se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, edhe nis i dërguari sallallahu alaihi wasallam ta tregon tregimin. Tregimi ka të bëjë për një ngjarje të cilin të gjithë ju e dini. Pra është fjala për djalin dhe mbretin, apo ndryshe e quajtur në Kur'an Ashabul Ukhdud. I dërguari sallallahu alaihi wasallam fillon duke treguar tregimin, mirë po tregimi është i gjatë. Që neve tash ta lexojmë hadithin një herë, pastaj ta fillojmë shpjegimin, nuk ka nevojë se direkt krejt hadithi është tregim. Pra do të nisemi direkt me tregimin dhe dobit të cilat nxirren nga ky tregim. Duke filluar fillimisht thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam se kanë qenë para juve një popull në të cilin ka pas një xhalosh. Mirë po ky xhaloshi ka jetuar me një kohë në të cilin ka pas një mbret, i cili mbret ka pretenduar dhe i ka shti njerëzit që ta adhurojnë atë, që ta llogaritin atë si Zot. Dhe pas një kohë edhe ky mbreti ka pas një sihirbas, një magjistar të afërt, që këtë magjistarin e ka pas vetin, i cili nëpërmjet këtij magjistari çka i ka arrit qëllimet e veta. Dhe këtë magjistarin e ka pas për ti magjepsur njerëzit që ta besojnë se ky është Zot, me gjëra të cilat nuk janë natyrale apo nuk janë të zakonshme, apo edhe për t'i friksuar kur ata nuk janë bindur kujt mbretit. Pra ka përdor, ka qenë sihirbazi i mbretit apo ka qenë magjistar i afërt i mbretit. Mirë, po ky magjistari, sikurse këtë njerëzit tjerë, ka ardhur koha që është mplak. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam e përmend se ka arrit moshën e pleqërisë dhe ka kërkuar pastaj ky personi, ka kërkuar, pra ky magjistari kërkon prej mbretit që t'ja gjen një xhalosh të mençur të cili do t'ja mëson sihirin, do t'ja mëson magjin, dhe ky pastaj të jetë zavendës i këtij magjistari. Dhe kështu ndodh. Mbreti kërkon dhe e gjen një xhalosh. Me qëllim që t'ja mëson çka magjin. Dhe këtu Sheikh Uthemini, sepse ky libër që e kam para juve është shpjegimi i Riyadus Salihinit nga ana e Sheikh Utheminit. Sheikh Uthemini thot, fillimisht ky plak e ka ditë se për ta marrë diturinë si duhet me qenë njeri çka i ri. Dhe se diturinë që e merr i riu nuk është e njëjtë si diturinë që e merr plaku. Dhe për këtë arsye thotë edhe përmend një thënie që kanë përmend dietarët për se si i riu e merr më mirë diturinë, apo si është ngjasimi i riut i cili merr dituri krahasim me atë që është më i vjetër. Thot enel ilma fi sigari, thot kel naqshi al hajri. Dituria në rini është njëjtë sikurse gdhendja në gur. Aq e fortë është marrja e diturisë dhe mbetet në turrin e të riut, sikurse kur e gdhendin gurin dhe shkruajmë në gur. Ai nuk hiqet, laje sa dush, ose gdhendur. E kështu e ka përngjasuar dietarët të urtit, thonë kështu është shembulli i të riut i cili merr dituri. Dhe për çështjeve që përmend Imam Uthemini apo Sheikh Uthemini, thotë se i riu pse e merr më mirë diturinë për shkak se ai nuk ka gajle dhe derë të tjera të cilat e shqetësojnë dhe e largojnë nga marrja e diturisë. Pra nëse e merr diturinë i mbetet ajo se nuk ka derë dhe nuk ka angazhime të tjera të cilat do ta largojnë. Fillimisht nuk do t'ja mundsojnë të marrë dituri, sepse është i angazhuar, por edhe dertet mbi atë angazhimin, që ka përgjithësi ai angazhimi, nuk e le që kjo dituri të thellohet dhe të ngulitet të fortë në zemrën e tij. Prandaj kanë thënë dietarët se dituria në vegjeli apo në rini është sikurse gdhendja në gur. Vëllezër, vazhdojmë me ngjarjen
Pra, pasi e kanë gjetë një gjalosh të ri. Ky gjaloshi ka qenë i sinqert në marrjen e diturisë. Gjaloshi ka qenë i sinqert në marrjen e kësaj diturie. Mirë po, shtëpinë ky gjaloshi ka pas larg. Dhe prej shtëpisë së tij deri te sirbazi, deri te pallati mbretëror, ka pas një farë largësie. Rrugës ndëgjon një zë që lexon. Dhe takon një rahin që në gjuhën arabe një prift. Pra, ngjarja ka ndodhur kur? Është ngjarje e Ben Israilëve. Ka ndodhur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dietarët kur e shpjegojnë këtë hadith dhe thonë ka qenë ky rahin sepse ka qenë domethënë person i cili prift, por edhe si murg. Pse? Se ka qenë i izoluar me një shpellë. Dhe Allah e përmend wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dhe murgërin e shpikën ata. Ka qenë domethënë njëri besimtar që ka besuar Allahun subhanahu wa taala, por në atë kohë ka qenë përhapur kjo që njeriu të izolohet dhe të merret vetëm me Zotin, dhe të adhuron Zotin i izoluar. Edhe pse Allahu nuk e ka pëlqyer një gjë të tillë. Sidoqoftë, rrugës i takon këtë. Dhe i pëlqen këtij të riu se çka ndodh, dhe çka lexon dhe çka ndëgjon prej këtij personi i cili thot menjëherë se nga vjen ti gjalosh apo ku shkon. Thot shkoj te filan te pallati mbretëror që ta mësoj sihirin dhe ta mësoj magji. Thot ta deri në këtë shkallë kam rri qyteti. Për këtë arsye i thot po pse? A nuk e ke edhe ti Zot mbretin? Thot jo, asesi. Nuk është Zot ai është një si ne. Zoti ynë edhe i joti, Zoti im, i joti, edhe i mbretit është Allahu subhanahu wa taala. Sidoqoftë jam thënë disa mësime, të këto mësime i pëlqejnë këtij gjaloshit. Por ai vazhdon rrugën e vet se është i detyruar të shkojë ta mësojë dhe ka marrë obligim që ta mëson ta mëson magjin. Dhe gjatë ditëve, edhe kur kthehet, përsëri ndalet te ky prifti dhe mëson më tepër te ky dietari dhe mëson më tepër e kështu me radhë edhe vonohet. Edhe bile tregon i dërguesi Allahu alaihi wasallam thot, u është ankuar një ditë prej ditëve ankohet ky gjalosh, thot se më çorton edhe sihirbazi, edhe magjistari, po më çorton edhe familja, pse vonohem, për shkak se ndalem te ti. E këshillon ky njeriu i mençur, i thot kur do të qortoje magjistari thuj më penguan dhe më vonuan familja. Dhe kur familja të çortojnë thuj më pengoj dhe më vonoj kush? Magjistari. Dhe kështu është këshilla dhe kështu vazhdon me këtë edhe i shpëton qortimit dhe dënimit nëse ka pas nevojë për dënim. Vëllezër, ajo që duhet ta kuptojmë është se një ditë prej ditëve, thot i dërguesi Allahu alaihi wasallam, ky gjaloshi nisi tash edhe të shtohet imani, por edhe e shtoi diturinë rreth sihrit. Të cilat njëna me tjetrën janë kundërshtim. Imani në karshi diturisë së sihrit edhe është një dobi që harrohet ta përmendi. E përmendën Sheikh Uthaymin në fillim thot dituri e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala sihrin dhe magjin. Është dituri. Pra në Kur'an e ka përmendur se është dituri. Yuallimuna as-sihr. Pra çka u ka mësuar sihrin. Dhe është dituri, është e vërtetë që është dituri, mirë, është dituri që ka zbrit, që mos të kena domethënë dyshime dhe keq kuptime, është dituri të cilën e ka zbrit Allahu si sprov. Sihri, magjia është zbritur nga dy melek në Babil, nga dy melek dhe është zbritur për sprov. Dhe mos e mësoni se do të bëni kufër. Ka përmendur Allahu subhanahu wa taala dhe është qartë kjo. Sikurse që e ka krijuar edhe alkoholin, sikurse e ka krijuar edhe shejtanin, sikurse e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala edhe mishin thiun, pra krijuar sprovat të cilat nëpërmjet të cilave Allahu neve na dallon se kush e ngon dhe kush i bindet Allahut dhe kush nuk i bindet. Një prej tyre sprova është edhe çështja e sihrit. Edhe rritet tash imani dhe rritet dituria e sihrit. Edhe një ditë prej ditëve, duke shkuar për te pallati mbretëror, has me një ngushticë ku nuk përmendet në hadith çfarë lloj kafshë ka qenë, por ka qenë kafshë e madhe, përmendet në hadith ka qenë kafshë e madhe. Dhe njerëzit nuk kanë pas mundësi të kalojnë, dalin kanë tjetër. Edhe ky tash i vjen ndërmend thotë tash është viziorash. Thotë o Zot. Thotë nëse ajo çka e mësoj nga ky dietari i urt, është më e xhairit, atëherë më ndihmo që me këtë gur ta mbyti këtë kafshë. Edhe nëse është më e xhairit dituria, atëherë kjo kafshë nuk do të mbytet. Pra kësi lloj nuk është sfidim kjo,
Po kjo është një lloj testi të imanit tënd. Nëse ai i bindur për Allahun ndaj Allahut subhanahu wa taala apo jo. Dhe se ajeti ai i cili domethënë e din çfarë ta dallosh se është më e mirë. Edhe ki thot bismillah në emër të Zotit e gjun gurin dhe vdes dhe ngordh e vretat kafshë të madhe dhe njerëzit kalojnë. Prej këtij momenti ki njeri më beson, ki gjalash beson dhe din që sihri është e kota dhe është mashtruese. Mirë po, kur kthehet, atë ditë nuk i tregon. Domethënë mirë po përhapet lajmi. Përhapet lajmi që ki djalosh e ka vrarë kafshën dhe ka thonë bismillah. Kthehet ki përsëri te prifti edhe i tregon rastin. Thotë kështu shumë ka ndodhur, edhe unë desha ta dalloj, desha ta ndaj. A është çështje, a janë mësimet e tua, vërtet apo janë mësimet e magjistarit? Edhe pash që në emër të Allahut, Allahu më ndihmoj. Dietarët thonë kur njeriu ka nevojë për ndihmë dhe i mbështetet Allahut plotësisht, Allahu i ndihmon kësi raste të tilla. Por nuk ka asnjë pikë dyshimi në Allahun subhanahu wa taala. Pa e beson Allahun dhe Allahu pastaj e sjell ndihmën. Vjen tek dietari, tek prifti dhe i thot kështu më ka ndodhur. Atëherë i thot tash pas kësaj vjen më sprovat. Mirë po, nëse sprovohesh dhe të merr në pyetje mbreti mos i tregov vend banimin tim. Se di se çka do ndodhe me mua. Kur shkon pastaj përsëri te mbreti të nesërmen, edhe mbreti i tregon dhe i bën davet mretit. E thirr mretin në besimin në Allahun subhanahu wa taala. Tash kanë thirr. E thirr si më thon Firaunin. Njëjtë si Firauni ka qenë pretendimi i tij, se ai është Zoti i tyre më i lartë. Edhe e dënon, e mundon. Atë shumë e mundon sa që tregon vendbanimin e këtij mbreti. Mirë po, para kësaj bën davet ki shumë. Dhe Allahu subhanahu wa taala siç e përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka qenë o shndru ki njeriu, ki xhaloshi o shndru prej atyre të cilëve Allahu pranon duat. Edhe fillon ky personi që të shëron njerëzit me dua. Dhe fillon ta shëron njeriu i cili ka smundje lëkur, njeriu i cili ka problem me flokët e kështu me radhë. Deni në atë shkallë sa që vinë njerëz radhiten rreshtasi që të kërkojnë ndihmë nga ky personi që Allahu t'i shëron nga smundjet e ndryshme. Çka ndodh? Dietarët thonë, disa përmendin se ka qenë domethënë në pozitën njëjtë ka pas sikurse Isa alayhis salam. Ai ka pas mundësi që ta shëron domethënë atë që ka probleme me lëkurën edhe ta shëron atë që ka probleme me flokët dhe është qelas. Dietarët thonë, Sheikh Uthaymini thotë nuk është e njëjta. Se Allahu subhanahu wa taala Isës ja ka dhënë direkt si pejgamber. Domethënë direkt e ka shëruar. Edhe pse ka ndodhur nëpërmjet Allahut, mirë po e ka prek direkt. Te ky thotë dallon se ka bëu dua gjithmonë. Edhe kur i kanë ardhur njerëzit gjithmonë kanë thënë a do më shërosh fëmijën, a do më shërosh mua prej kësaj smundje, ka thënë jo, unë nuk shëroj. Kështu ka qenë përgjigjja e xhaloshit. Unë nuk shëroj, por do ta lus Allahu subhanahu wa taala dhe inshallah ai shëron. Mirë po para kësaj gjithmonë ka thonë ti beson Zotin, pastaj do ta lus Allahun edhe ti do të shëroj. Edhe ka qenë një këshilltar i mbretit, i cili ka qenë i verbër. Këtë përmend edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadith, pra e qusi xhelis, ai që ulet afër mbretit dhe e këshillon mbretin. Ky ka qenë i verbër. Ka dëgjuar se për xhaloshin dhe se ai shëron, domethënë nëpërmjet duke bërë dua Allahu subhanahu wa taala, edhe shkon me shumë dhurata, e përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam se shkon me shumë dhurata. E i thotë o xhalos shëron, thotë jo, nuk jam unë ai që shëroj. Thotë beso ti Zotin, unë do ta lut Zotin, edhe Allahu inshallah do të shëron. Edhe ashtu ndodh. E lut Allahun subhanahu wa taala, beson e xhaloshi, fillimisht beson se Allahu është Zoti i tij, Zoti i xhaloshit edhe Zoti i mbretit, pra është një dhe i vetmi. Pastaj e lutaj Allahun, edhe Allahu ja kthen shikimin. Kur kthehen te mbreti tash, atëherë ndodh kjo dënimi i madh, se edhe i verbëri, edhe xhaloshi para mbretit thonë që ti nuk je Zoti, po Zoti është Allahu subhanahu wa taala, Zoti jonë e Zoti yt. Dhe atëri dënon të dy, derisa tregon ki xhaloshi se ku e ka vendbanimin, çka ai prifti. Kto vetëm i dënon fillimisht. Domethënë i dënon rand, mirë po nuk i vret. Kur sillet ai dietarit para mbretit, përsëri i kërkon atij dietarit të thotë se ky mbreti është Zoti i tij, thotë as sesi. Ne dim kush është Allahu dhe Allahu Zoti im, Zoti jote dhe Zoti i të gjithëve. Atëherë kërkon prej ushtarëve që ta marrin ta presin me sharp prej nalt, ta dajnë përgjys deri poshtë. Sepse nuk pranon, jepeni dhe një shans, thotë, a do thosh jam unë Zoti jot apo jo? Thotë jo, atëherë pritet ai përgjys prej kokës deri në fund.
edhe ndahet në dy pjesë. Pastaj e sjell edhe kët këshilltarin. Njëjtën vepron. I thot këshilltarit, a do kthehesh prej atij besimin në Allahun apo do të ndodhe e njëjta? Thot jo, nuk kthehem. Dhe e njëjta gjë ndodh me këshilltarin. Kur vjen puna te xhaloshit, xhaloshit i thot ushtrisë, një grup të ushtrisë, i thot merrni xhaloshin, hypni te filon, është ditë ajo kodra më e lartë e asaj kohe, hypni në atë kodër dhe gjuajeni me kryet e poshtë që sigurt vritet. Nëse nuk kthen, pra fillimisht para se me shty, do ta pyetni, do t'i jepni, do thonë, e një shans që nëse ti beson se mbreti është Zot, atëherë do të kthehemi, nuk ka problem. Mirë, po nëse ende beson se Allahu Zoti i jote edhe i mbretit, atëherë në këtë rast çka do të gjuhësh. Thot Allahu subhanahu wa taala, prej bindjes së madhe, prej fjalëve që ka thonë, pra se që ka përmend, subhanallahu, thot Allahumma kfini bima shi'ta. O Zot, ti do më thonë më mjafton dhe merru me ta ashtu ti si di, me çka të dush. Mbron prej tyre me çka të dush. Pra nuk ja ka kushtzu, se ka do njerëz kanë qef të caktojnë Zotit ti, bomba kështu qafirave, bomba ashtu, nuk është kjo prej edukatës së duas. O Zot, na mbro prej shërityre ti si di. Nuk ka nevojë të caktojmë neve Zotit, o Zot, dridha komët, gjujmë raketa, ku diunë si bëjnë në për duat e kunutit, që është gabim. Nuk është presionetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ki djaloshi ka pas atë edukat. Ka thonë, o Zot, më mbro prej sherrit të tyre ti si din me çka do, dhe ti me çka do. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Allahu e dridhi kodrën dhe krejt ato ushtarët të ranë, ki u kthi i shëndosh dhe paprek. Edhe habitet mbreti kur hinga në pallatin mbretëror. Thot, ku shkuan ushtarët? Thot, Allahu mbrojti dhe Allahu i mbyti ata. Pra ran prej kodrës. Thot, një grup tjetër të ushtarëve e porosit dhe u thotë atij, mene tash pasi kodra nuk pati dobi, shkoni mes të detit, me anije dhe gjuheni. Por para se me hudh në mes të detit, pyeteni edhe njerë, a do të kthehet prej besimit në Allahun apo jo? Nëse nuk pranon, atëherë gjuheni. Njëjtë ndodh, krejt përmbyset anija, ki kthehet i shëndosh. Edhe djaloshi, shihni tash këtë rastin djaloshin do ta lidhen Sheikh Uthemini me raste gjalla të kohës së dietarëve ndej kur ka pas fitnë të ndoja. Gjani tash. Pasi kthehet djaloshi tek mbreti, i thot, une mund të të kallëzoj dhe mund të të tregoj se me çka mund të mbytish. Unë jam i vdekshëm, nuk jam i pavdekshëm, kupton. Por jam sprov. Dhe jam dërgu, domethënë si alamet nga ana e Zotit. Nëse do të më vrasësh, ka metodë. Pra, e ke obligim, unë të ta tregoj metodën. Po nuk ke mundësi thotë të më vrasësh ndryshe përveç se në këtë metodë. Do i mbledhësh këtë njerëzit. Krejt njerëzit e vendit, me një vend. Mu thot do më guzhzojsh në trunk, të një drum. Dhe do marrësh që gjetën dhe do të drejtojsh drejt meje. Mi po para se me gjujt, pa qëtër e kjetë të thosh fjallën Bismillah. Bismillah, Rabbe hadhe gulam. Në emër të Allahut, Zotit të këtij gjaloshit. Bashkë kështu tekstualisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend. Edhe e bon mbreti, edhe e qëllon vdes. Në momentin që vdes, arrijet ajo që ka dash të arrije me sakrificën e tij gjaloshit. Çka krejt njerëzit pa as një dyshim, pa as një përjashtim, çka besojnë në Allahun. A e pat, ki e mbyti vetëm se mbasi tha në emër të Zotit. Allahu është një, Allahu është i vetmi, edhe krejt besojnë. Përveç ushtarëve. Prej inatit të madh, çka ndodh? Prej inatit të madh e hap një grop të madhe, ashabul ukhdud që thonë, an-nari dhatil waqud. Pra, ka përmend Allahu ka hap gropat me zjarr dhe çka i kall ato fort dhe i gjun. Kush nuk pranon se ai është Zot, e gjun. E hedh në humnerën e zjarrit. Derisa thot vjen një kohë kur një grua me një foshnjë, domethënë foshnjë të vogël, heziton se foshnjën e ka, i dhimbet foshnjë, ose vetja po i foshnjë i dhimbet. Heziton, është një rast prej rasteve kur foshnja ka fol. Thotë nonë, thotë hec përpara, nuk ke pse frikesh. Nena drejt, nena në hak. Edhe tërë gjuhët. Sheikh Uthemini këtë rast të këtij mbret, të këtij gjaloshi e përmend dhe i përmend di rastet nga historia. Fillimisht e përmend historinë e Sheikh Islamit Ibn Temijës. Thot se një ditë prej ditëve ku është edukata, se gjithmonë Kigjali ka përmend, nuk jam unë ai që qëshëroj, ai që qëshëron është Allahu. A duhet të më vrasësh po, nuk mund të më vrasësh përveç se në emër të Zotit.
Pra çdo atribut për këto mirësi që ja ka dhënë, e ka kthy ku? Te Zoti. Ka ardhur një ditë prej ditëve një njeri i gjendosur, e ka mpruar te Ibn Temia. Dhe Ibn Temia i ka fry. Nuk ka reaguar. Pastaj ka filluar të mshoj. Thotë i kam mshuar mirë, derisa edhe durt e atij bëshin xixa. Do të thonë miza thonë. Dhe fillon xhini thotë po të dar o shejh, xhini tash flet. Ai xhini që është brenda personit. Thot flet dhe thot o shejh të dal për hatër tënd. E thot jo, për hatër të mos del. Të dalësh për hatër të Allahut dhe të dërguarit të tij. Ashtu mund dalësh, se kjo punë nuk është në dorën time. Po është çështje që Allahu subhanahu wa taala jep robit të tij. Më interesant është pjesa se pra kjo është ajo dobia kryesore, mi po përmendet në fund të tregimit se kur është zgju dhe ka ardhur vetë tek personi, i kanë thonë është habit, ka thonë, çka më bëni unë të jem mes para shejhut, çka ka ndodhur, ka erdhur unë te shehu, kupton, te Ibn Temia. Atëra i thonë, aty domethënë më si habite se nuk e di se ku je. Ato që të kam mshu, a nuk i ndëgju fare, se ke ndjetë dhimbjen, ka thonë, jo, kushti unë që më kam mshu shehi, kur gjo. Pra ka qenë në trans 100%, domethënë e ka pas kontrollin xhini dhe asnjë prej tyre të mshimeve që i ka mshu nuk e ka ndjeri. Kjo është njëra dobi që përmend Sheikhu Themini. Thotë gjithmonë dietarët e mëdhej, muslimanët e mirë e atribojnë dhe mirësi që ka dhënë Zoti nuk i kthejnë te vetja, por i kthejnë ato mirësi tek Allahu subhanahu wa taala sepse e dinë që ato janë mirësi nga ana e Allahut dhe se dinë se ato janë dhurat nga ana e Allahut. Rastin tjetër që përmend, që është shumë e rëndësishme që ta dimë vëllezër, është rastin e Imam Ahmed ibn Hanbelit. Edhe me këtë inshallah do ta përfundojmë për shkak se këtu ka shumë dobi. Rasti Imam Ibn Ahmed ibn Hanbelit ka qenë rasti kur ka qenë fitnja e madhe me çështjen e Kuranit. A është Kurani i krijuar apo është fjalë e Zotit? Ne dimë ehli xheneti beson që Kurani nuk është i krijuar, por është fjalë e Zotit. Nuk është makhluk. Mirë po, në atë kohë, khalifja asaj kohe ka qenë ai i cili ka qenë me këto që thonë Kurani është i krijuar. Dhe aq shumë e kanë rreh imamin, aq shumë e kanë rreh, saqë e kanë marrë dhe e kanë lidh në bagël që i thonë mushkës, e kanë lidh mbi mushkë edhe në për trek. Edhe kanë sill, edhe kanë rreh me kamxhik. Kënë kanë rreh? Imam Ahmed ibn Hanbel. Pse? Se nuk ka pranuar thosë se Kurani është i krijuar, por ka thonë kelamullah. Aq shumë e kanë rreh, saqë ka rat fikt. Mirë, por kur është zgju për Al-Livanosis, ka thonë innal Qur'ana kelamullah, ghayru makhluq. Kjo i ka me në kryje. Kushtë që të s'ka thonë. Tash këtu ka di çështje. Çështje e parë, a nuk është e vërtet që Allahu subhanahu wa taala me ajet na thotë kur vjen çështja rreziku i jetës, ne kemi drejt të themi fjalë të kufrit, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mirë po, të zemra mbushur plot me iman. Pse i themi këtë? Pse na ka lejuar Allahu ta themi fjalën e kufrit? Për të shpërtuar vdekjes. Apo, kjo është e lejuar. Mirë po çka thotë Sheikhu Themini, thotë mos keq kuptohet kjo. Thotë kjo është kur është individuale. Dhe pas asaj nuk ka problem feja. Nuk pson feja për kësaj. Rasti Imam Ahmed ibn Hanbelit, jo, ndryshe. Kishton imami, kanë prit njerëzit, qoftë në burg kur ka qenë, është provuar. Se nuk është një herë që kanë pyet njerëzit. Ki halife ka thënë pa ndërprer ta provoje, e ka ndruar mendimin ajo. Ka pas raste kur mbas murit burgi kanë prit nxënësit se çka do thosë imami. Prandaj e ka ditë ai sigurt që unë edhe të mënj copa, të mgrin kështu bash, s'kam drejt të them ndryshe përveç se të vërtetën. Sepse kam ndikon domethënë fjala im ndikon në çështjet e fetare, pra ndikon në umet. Dhe ka qëndruar deri në fund. Allahu subhanahu wa taala për këtë sabrin, prandaj këtë lidhe me sabrin edhe kapitulli është kapitulli i sabrit. Sikurse te Xhaloshi që ka bë sabër, sikurse ato dy, pra edhe dietari edhe ai personi ai këshilltari që bë sabër, i ka vrarë, nuk e ka ndru fen, edhe Imam Ahmed ibn Hanbeli ka qenë domethënë personi i cili e ka ditë që fjalët e tij ka peshë. E kur e dim që e udhëheqës i dietar, edhe fjalët jote ka peshë, nuk ke drejt ta përdorish atë leximin. Nuk ke drejt ta përdorish leximin që ka në Kur'an. Ai leximin përdoret thotë Sheikhu Themini për veten tënde, nëse je vet. Ka ardh, thotë, ja do mohojsh të thosh ka Zot, ja do të vras. Ti me gojë ke të thosh ka Zot, shpëtove kry puna. Nuk ndërtohet mas kësaj psim në umet, psim në fe. Nuk pëson feja për kësaj. Mirë, por rasti Imam Ahmed ibn Hanbel dhe rasti tjera, Sheikhu Themini përmend edhe raste shumë të rënda. Për shembull, përmend edhe rastin e Mujahidit. Mujahidi pse del në luftë? Që të jetë fjala e Allahut
ajo më e larta. E s'ka mundësi të jetë fjala e Allahut më e lartë ti e mohon Zotin. Te mujahidi nuk vlen kjo. Mujahidi ka dalë të luftojë. Ka dalë që të hapë veten, që të jetë fjala e Allahut më e lartë. Te mujahidi nuk vlen kjo. Bile dietari, Sheikh Uthemini shkon edhe deri atë mas ke çështja e këtyre që e eksplodojnë veten në emër të fesë. Ai thotë, nëse kanë fetva, këto arsyetohen vetëm me një arsye. Sepse qëllimi i shariatit është shumë i lartë. Qëllimi i shariatit është që të jetë fjala e Allahut më e lartë. Nëse ti me këtë vepër nuk arrin diçka më të mirë, por vetëm se arrin dom më tepër, më të madh për besimtarët, nuk lejohet. Dhe arsyeton dhe e quajnë vetvrasje. Para gjë. E quajnë vetvrasje, pra ata të cilët mbushen me eksplozive dhe shkojnë në turmën e jo besimtarëve. Pse e përmend këtë? E përmend që ka Islami shef gjëja më të mëdha, nuk shef çështje individuale. Dhe thot, nëse ti e vret, bilaj në atë kohë folën për palestinës e asaj kohe, kur ka qenë gjalli e Sheikhit Uthemini, Ibn Uthemini. Dhe përmend thot, nuk e shet arsyeshma që bëjnë ato bile e quajnë vetvrasje, bile thot i arsyetoj vetëm nëse ata kanë marrë fetva prej dikujna. I arsyetoj që Allah mos t'i dënon. A shahida asesi. Pse? Se ai me atë vepër shkon pastaj vinë ato armiq, marrin edhe 70, edhe 80, 100 edhe 200 besimtarë tjerë të cilët pësojnë shkaku i asaj veprimi. A ki ka vrarë ndoshta 5, 6, 10, 20. A kuptoni? Pse foli këtë? Pse ka përmend Ibn Uthemini këtë? Ka përmend këtë që ta dim se logjika e shariatit është më e gjerë, është përket, nuk është individuale. Dhe prandaj e përmendën këtë si çështje. Dhe thotë çdo rijes që ka xhamat mas vete, çdo imam i cili i hat fjala dhe i ndëgjohet fjala, çdo mujahid i cili ka peshë, krejt këto nëse kanë pas vetes, njerëz të cilët marrin prej tyre dhe u binden atyre, ato nuk hinë këtë grupin e lehtësimit. Sepse pëson, dietarët thonë, sidomos për rastin e Ahmed ibn Hanbelit, edhe Sheikh Uthemini thotë, të kishte thonë atë ditë prej dhimbjeve që i ka pësu Ahmed ibn Hanbeli shehu, se Kurani, pa ta kish marrë lehtësimin, tha, krej do t'i shprapte muslimanët, se Kurani është i krijuar edhe nuk është fjala e Allahut. Veç ta kish thonë Ahmed ibn Hanbeli, se ka qenë dietari më i madh. Për sabrin që ka bë, çka vdesaj halifja, pas atij, edhe ai ka qenë sikurse ai, i cili ka qenë me palën që thonë se Kurani është krijuar, kur vjen halifa i tretë pas tyre, ai atëherë është në safet e Imam Ahmed ibn Hanbelit edhe për sabrin që ka bë, Allahu subhanahu wa taala ja mundson imamit që të del haptazi ta thotë se Kurani është fjala e Allahut nëpër minbere, nëpër mexhlise të mëdha. Për sabrin që bën Allahu e ka shpërbly prej këtë dinjë, jo më dinjën tjetër, që kanë qëndruar besnik me Allahun subhanahu wa taala. Me kaq inshallah edhe përfundojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ta bën të fort sabërli gjatë provave. Lutem Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej atyre të cilët e dinë dhe shikojnë përfundimin e veprave, e në jo situatën momentale. Sepse përfundimi i veprave ta arsyeton dhe të jep syçelsi që ti ta dish se çka të veprosh në atë moment. Për këtë arsye, ajo që neve na duhet dhe ajo që neve e kërkojmë nga ana e Allahut është xheneti. Dhe për atë luftojmë, për atë jetojmë. Dhe për këtë arsye gjithmonë do ta kujtojmë se një vepër që do ta bëj, ndoshta lehtësime të vogla do të jenë këtë dynjë, por dënimi është i madh në ahiret. A nëse bëj sabër dhe i përjetoj disa dënime, shpërblimi apo disa mundime, shpërblimi është shumë i madh në ahiret. Siç ka qenë rasti që i përmendëm, elusim Allahun që të na bashkon në xhenetul firdaus ashtu si na ka bashkuar këtu për ta ndjuar fjalën e tij. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.